O që kam gabu, kam hyn lidhje me një djalë pa djenin e babet. Çfarë të bëj tash? Një këshill. Këshilla e parë të gjitha vajzave dhe djemve u jap që kur mos punoni mas shpinë e prindërve t'juaj. Spaku të vajzat nana le digj çdo sen. Kallzoni nanës, mbahuni me nanën e juaj shoqe. Pashtu edhe nanat i këshilloj që vajzat t'i trajtojnë si shoqet e veta, që vajzat mos marrin sheft kurrë mes tyne edhe prindërve apo mes vajzës edhe nanës në veçanti. Tash në rastin tënd fillimisht pendohu te Allahu xhaleshanhu, pastaj thujat i djalit, unë do të vazhdoj me prindët e mi, t'ju tregoj prindërve, e njerë do ta ndërprejmë muhabetin mes vete. Pasi ti tregon nanës mas pari kallzoj, nana le ti kallzon babës, ose nëse je qelt kallzoj edhe ti. Pastaj e shikojnë prindrit se aja vlen si djali mirë edhe familje mirë e kështu me radhë. Nëse është i tillë, elhamdulillah, i forcon i lidhet familjare, domethënë mes teje ose mes familjes tane dhe të atij djalit, edhe bën fejesa dhe vjen deri te martesa inshallah taala. Përndryshe mos vazhdo kështu. Allahu të rujtë dhe bekoftë, Allah të bafë sinqert me prindët tu. Kur nuk hup nëse i kallzon babës dhe nanës, kur s'ki me hup. Allahu të rujtë.